Po, në një rëndësi praktike vetëm në optikën e zgjedhjeve parakohshme mund të shikoje. Pra në impakt drejt për drejt në politikën shqiptare. Në të kundërtën vetë media e Partisë Demokratike Syri thotë që i është hequr kufizimi për hyrjen në SBA. Që në tema praktik nuk shoh asnjë diferencë se çfarë sjell heqja non gratës nëse do konfirmohet, po e quajmë të mirëqen që është e tillë, nuk shoh asnjë efekt praktik në politikën shqiptare. Zoti Berisha ka qenë aktiv të gjitha ato 5 vite që nga maj i 2021 kur ju vendos non grata, që nga ai moment ai ka nisur deri në marrjen e Partisë Demokratike, nuk pam gjikundi që non grata e ndaloi në këtë proces, e mposhti zotin Basha dhe në rrugë gjyqësore, pavarësisht se diçka ka ngelur akoma në gjykat lartë nëse s'gabojmë që vazhdojnë proceset e tyre. I mori dhe Vulën, çfarë do t'i merrte, i mori Selin, i mori faqen në Facebook, stafin e Rilindjes Demokratike. Që nuk shoh në tema praktik se çfarë i ka ndodhur zotit Berisha. Perceptimi i vetëm i dëmtimit non gratës është ky udhtimi në SBA nëse kishte plan për të bërë një xhiro andej, dhe po zoti Mediu ka qenë shumë aktiv në këtë sens dhe nuk bashkë me zotin Kolliçi, zotin Tabaku e plot tjerë. Kështu që nuk shoh në një efekt praktik përveç se në zgjedhjet e 2025-s, ku padyshim në luftën që shtrohet në media dhe nga eksponent Partisë Socialiste, zoti Berisha nënkuptoi që kishte një njoll. Nëse kjo njoll hiqet në skenarin e një palë zgjedhjeve, padyshim do kishte një impakt, sepse quhet, lexohet si një rimëkëmbje, ripërtëritje e leadershipit Partisë Demokratike. Po kaq, nuk shoh efekte të tjera praktike. Është testuar pra Berisha për peshën që ka dhe kjo nuk mund të ndikojë ose të sjellë ndryshime të tjera? Jo, nuk them se është testuar, sepse çdo palë zgjedhje ka forcën e vet, ka rolin e vet dhe momentin e vet në cilën ndodhen, por nuk shoh një efekt praktik, si pyetja juaj ajo ishte.